Këshilli Bashkiak i Elbasanit me 26 vota pro dhe 9 kundër miratoi buxhetin e bashkisë për vitin 2026, i cili arrin në 4 miliardë 13 milion lek, duke shënuar rritje krahasuar me një vit më parë. Kryetari i bashkisë vuri në dukje se buxheti është ndërtuar pas dëgjesave publike dhe është i orientuar drejt përmirësimit të cilësisë së jetës për qytetarët, si në qytet ashtu edhe në zonat rurale. Ndërkohë, këshilltarët e djathtë e cilësuan buxhetin një mashtrim financiar, ndërsa debatuan mbi sektorët që duhet të kenë prioritet. Një buxhet do ta cilësojë realist, përgjegjshëm dhe të orientuar qartë drejt qytetarit. Kemi një rritje me 6% duke na krijuar mundësinë të konsolidojmë më tej përmirësimin e shërbimeve publike, mbështetjen e zhvillimit ekonomik, social të zonave urbane dhe rurale. Më saktë nuk është një pavësi teknike, por është një mashtrim financiar. Se në këtë buxhet shikohen miliona lek për paga, zyra, shpenzime operative dhe qindarka për lagjet, fshatra dhe njerëzve nevojë. Akoma vërejmë që rritjet në shpenzime për sa i përket pjesës së mbrojtjes sociale, arsimit janë shumë të ulta, shkojnë nga maksimumi 1 deri në 4%.